Opinionisti Liri Ngashi ka kritikuar analistët politik në studio, sipas tij opozita është rënuar me këshilla që siç i quan ai nga ata pseudo-intelektual dhe pseudo-analist. Opozita kosovare nuk u rënua vetëm nga kundërshtari politik, ai u rënua edhe nga këshilla e pseudo-analistëve që e bindën se humbja është strategji, se konfuzioni është thellësi mendimi dhe se ulëritja mediatike zëvendëson iden. Në krye të këtij kori tragjik qëndron Liri Mehmetaj, i cili ngatroi gazetarin me monologun egocentrik dhe analizën me hakmarrjen personale. Çdo fjali e tij kundër qeverisë ishte një dhurat falas për pushtetin që pretendonte se po e rrëzonte. Baton Haxhiu, mjeshtër i relativizimit moral, i shndërroi opozitën në një krijesë pa bosht kurrizor, sot kundër korrupsionit, nesër nostalgjik për të, sot evropian, nesër i dashuruar me stabilokracinë. Ai nuk i këshilloi liderët e opozitës për të fituar, ai i këshilloi për të mbijetuar dhe për të qenë të varur nga këshillat e tij. Dhe Bikajtazi, i cili ngatron zërin e lartë me argumentin, e bindi opozitën se mjafton të bërtasësh për të zëvendësuar programin, shkruan Ngashi. Tutja i përmend edhe Parim Ollurin, Leonard Kërçukun dhe Asdren Shalën, Shipe Pantinën dhe Dardan Sejdiun, Visa Rymirin e Adriatik Elmendin si dhe Berat Buzhalën. Parim Olluri u shfaq si hetues moralesh selektiv, skandalet i shet vetëm kur i leverdis narrativa e tij e momentit. Opozita u udhëhequr me këtë selektivitet humbi besueshmërinë. Leonard Kërçuku dhe Asdren Shala e mësuan opozitën të komunikojë politikisht me popullin pa moral politik. Rezultati, estetik pa etik, marketing pa moral. Shipe Pantina dhe Dardan Sejdiu u shndërruan në ilustrim të tragjedisë së ish idealistëve që sapo humbën busullën filluan të luftojnë më shumë kundër atyre që i ngjan dikur se sa kundër pushtetit real. Visa Rymiri, dikur simboli i reflektimit politik, u tret në gjuhën sterile të ekuilibrit artificial, as këtu as atje, për askund, ndërsa Adriatik Elmendi si dirigjenti i studiove televizive shndërroi debatin politik në spektakël gladiatorësh. Kush ofendon më bukur, fiton minutazhin, kush mendon me kokën e tij e humb audiencën. Në këtë orkestër disonante, ku secili luan për egon e vet, Berat Buzhala zë një rol kyç, atë të arkitektit të cinizmit politik, jo thjesht kritike i pushtetit, por normalizuesi i mjerimit opozitar. Ai nuk e mësoi opozitën se si të fitojë besimin e qytetarëve, por se si ta përqesh atë. Ai nuk e mësoi se si të ndërtojë program, por si të prodhoj tallje. Te Buzhala, ironia nuk është mjet inteligjencë, është alibi për mungesë ideje, prandaj ai çdo problem serioze shndërron në batut, çdo përpjekje për moral politike relativizon dhe çdo vizion të qëndrueshëm e shpall naiv. Prandaj opozita u theshur në këtë helm elegant, filloi të kishte frikë seriozitetin, sikur të ishte sëmundje, ka shkruar Gashi.